I pari i Prishtinës përparim Rama ka nderuar këngëtaren Dafina Zeqiri me çmimin Hynesha në Fron. Pra, kjo është bërë gjatë ditës së sotme, derisa është duke u mbajtur edhe një konferencë atje. Çfarë po bashkë bisedojmë, pra kryetari i Prishtinës Dafina Zeqiri, ndjekim pak. Unë shqeqer zotit jam këngëtare dhe nuk mena me biletat, unë mena vetëm me orkestrën edhe... Shtu për sold out. Kjo sold out. Nuk di sa meta 4 orë është Pallati i Rinis. Aty nxen një 8.000 vet, po zdia... Kur nuk e di, unë aty, sinqerisht, unë e di veç për afërsisht sa kon ka me knu, edhe po mundona me vajt men tekstet që për afërsisht janë 22 këngë që kena me performusën, bashkë me orkestrën edhe me bendin, falj. Yes. Andrita prej Kosova, prej cilën këngë me zikë e tret me këluson të përën? Me tregu drejt, është kënga Harimi i dashurisë, se është kënga e parë shqip që i kom inqizu, i kom bazisht 16 vjetë, kështu që më ka pëlqyer edhe reagimi i orkestrës edhe bendit kur e kemi ushtru qatë këngë, se disa prej tyre nuk e dishin që është këngë jamja. Edhe me rikthy qatë këngë mu po më jep një emocion ndryshe sot. Bashka pak më arinur? Yes, po edhe po ma kujton që kom fillu unë e karierën tem. Ajo kon kënga e me parë, edhe kur pe mendoj ku kom ri sot, t'jep një farë emocione tjetër. Thank you. Edona gazetare prej Mediumit Albreshim, po përveç Dafina është në skenën e Supernovës, pritet me performu në një artist tjetër? Në Supernova, pasi është rikthimi jam pas 6 muajve, kemi vendos të jetë koncepti imja, dhe me thonë bashkarisht me orkestër edhe me band. Musafir artista në skenë nuk ka me pas, po ka me pas në publik. Shumë kolegë që kemi ftu dhe që në kanë tregu që kanë me arë, që kanë me mua pjesë një koncert. Kurba? A keni pasur në vështetje nga dikush tjetër përveç komunës së Prishtinës, po flasim për institucionet e Kosovës? Jo, nuk kena pas. Ju thirrja e keni bërë se e keni parashkruar në një kërkesë? Jo, absolutikisht jo. Ne kemi pas një sallë tjetër ku kena pas me marrë pjesë, po shkaku i zgjedhjeve u desht na anulun qatë location dhe i vetmi njëri që u koni pari që na ka dalin krah bashkë me ekipën është zotëria këtu para jush. Pa këto, do më thonë pa përparimin nuk ish vazhdu koncerti, kështu që jemi përtej falenderus për qatë arsye jemi edhe këto sot, se nuk po di qysh me falenderu ma shumë komplet ekipën. Faleminderit. Me qenë se konkurët përfundu në pyetje për Dafinën, kretarë më të një një që pyetje, se zërtat tje... Po e majmë për Dafinën këtu, t'lutem. Për Dafinën jemi këtu. Nëse nuk është një tender, cili ka dyshime... Nëse nuk ka pyetje për Dafinën, për të gjona tjera flasim nesër, se ne edhe nesër jam këtu. Kështu që po e majmë. Mas konferencët, po. Faleminderit gjithve, Dafina, faleminderit, klasi e marrë me pas këtu, edhe sonte në Kryqëtet, sonte nesër. Yes. Kështë shihemi sonte, urive festa gjithve. Urive festa, faleminderit. Me një përqafim pra e përfundojnë këtë konferencë për media kryetari i Prishtinës bashkë me këngëtaren Dafina Zeqiri, e cila sonte dhe nesër do të performoj, ku e dim që ka një numër të madh